إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تمسك بسنته واقتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Falënderimet I takojnë vetëm Allahut të madhruar, vetëm atë falenderojmë, vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka Zot tjetër që meriton të adhurohet me të drejtë përveç Allahut të madhruar. Dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi alayhi salatu wassalam është rob dhe I dërguari I fundit tek njerëzimi. Paqja, mëshira, bekimet dhe lavdatat e Allahut qofshin për këtë të dërguar të fundit, për familjen e tij, shokët e tij dhe për të gjithë ata besimtarë musliman që me besnikëri e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Pastaj të nderuar vëllezër besimtar, vërtet fjala më e mirë është fjala e Allahut të madhruar. Udhëzimi më I mirë është udhëzimi të dërguarit ton të fundit, Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E punët më të këqija, punët më të urrejtura tek Allahu janë sajimet në fe. Kush sajon diçka në fe, ajo konsiderohet bidat. Bidati çon njerëzit në humbje dhe në transmetimin e imazhes humbja, dalaleti përfundon në zjarr të xhehenamit, runa Zot prej tij. Vërtet, të nderuar vëllezër, nga dhuntit, begatit e mëdha të cilat I kemi dhe shpresojmë dhe besojmë se do t'i shfrytëzojmë në halal është edhe pasunia të cilën Allahu I madhruar na e ka dhënë neve, por edhe besimtarve të tjerë. Pasuria e kësaj bote nuk është qëllimi në jetën e besimtarit, por pasuria është mjeti I cili ndihmon besimtarit që të arrijë në cakun, qëllimin e caktuar. Pasuria I ndihmon besimtarit që të ketë jetë të rehatshme, që të ketë komoditet për të vepruar dhe I ndihmon besimtarit për të qenë dorëdhënës, për të qenë në shërbim të të tjerëve të cilët nuk kanë një stabilitet e as mirëqenie sociale. Andaj, njeriu nuk guxon të jetë shërbëtor I pasurisë, por pasuria duhet të jetë në shërbim të besimtarit. Njeriu nuk guxon të jetë rob I pasurisë, por pasuria duhet të jetë rob I besimtarit. Andaj, mos lakmoni atë çfarë nuk e keni, mos lakmoni atë çfarë kanë të tjerët, por lakmojeni atë çfarë u ka dhënë Allahu dhe mos thoni sikur të kisha këtë apo atë, do të bëja këtë apo atë, por thuaj me këtë që më ka dhënë Allahu do të bëj këtë edhe atë. Mos u bën rob shërbëtor I dynjas dhe me të shfrytëzuar dynjaja edhe me ta humb pastaj edhe dynjan, me ta humb edhe ahiretin, me ta humb edhe botën e amshueshme. Mos lakmo ato çfarë nuk t'i ka dhënë Allahu, sepse do të dënë ty Allahu. Izhed fi dunja, yuhibbuk Allah. Mos e lakmo dynjan,
mos u bë lakmitar në këtë botë, ka me të dashtë Allahu. Wazhad fima inda an-nas, yuhibbuka an-nas. Mos lakmo atë çfarë kanë njerëzit, sepse kanë me të dashtë edhe njerëzit. Janë dy parime të vendosura në një hadith autentik të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj, si ta falenderojmë Allahun Teala për këto të mira që na i ka dhënë, e në veçanti tash kur jemi në përmbyllje të këtij muaji të bekuar të Ramazanit, nga karakteristikat e këtij muaji që kemi përmend ndoshta në fillim të Ramazanit, edhe sigurisht besoj që dikush edhe ka mundësi edhe i ka harruar, kemi thënë se është edhe muaji i humanitetit, muaji i solidaritetit. Të mos bëhemi sikur media çdo herë kur flasin e karakterizojnë Ramazanin si muaji i humanitetit, muaji i solidaritetit, muaji i vizitave, muaji i kësaj asaj. Jo, por një prej atyne gjërave të veçanta që bën të veçantë Ramazanin, është edhe kjo bujaria e manifestuar nga ana e muslimanëve gjatë muajit bekuar të Ramazanit, sepse sahabët, shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam tregojnë se Resulullahi sallallahu alaihi wasallam kana ajwad an-nas, ka qenë njeriu më i gjymert, njeriu më bujar, njeriu më dërdhëns, wa ajwadu ma yakun fi Ramadan, por bujaria e tij, dhënia e tij është treguar më së shumti, humaniteti i tij është treguar në praktik më së shumti gjatë këtij muaji të bekuar, muajit të Ramazanit. Andaj, sigurisht se njerëzit janë të ndarë në dy tabore, në dy grupe, ata të cilët japin edhe ata të cilët nuk japin. Ata të cilët japin për veten e tyre, e ata të cilët nuk japin për veten e tyre. Këtyre u shtohet, atyre u paksohet. Këtyre ju jep Allahu bereqet këtë botë, edhe në botën tjetër, e këtyre as këtë botë as në botën tjetër. Pastaj, në anën tjetër janë të ndarë edhe në dy grupe tjera, ata të cilët kanë mundësi me dhënë, edhe ata të cilët kanë mundësi me marrë. Sepse është një sprovë vëllazën që shumë kush prej neve kur nuk e mendon. Besoj as nuk e imagjinojmë ndonjëherë që mundet me ardha ajo kohë. A do të vijë sigurisht, por nuk e presim ndoshta ne. Cila sprovë kur don me i dhon dikujt edhe se pranon kërkush. Janë sprovu muslimanët me kësi krize. Nëse kem drejt ta shohim krizën, personalisht e konsideroj krizë. Në kohën e kalifit të drejtë të muslimanëve Omer bin Abdulazizit, aq shumë ka dhënë Zoti bereqet në pushtetin e tij për 2 vite pak muaj sa ka qenë kalifi besimtarve, sa që pasuri e madhe edhe nuk ishin ku me shpërnda. Edhe dilshin në përshkretir me i takue këta që janë nomad, këta që janë endacak, që lëvizin prej një vend në një vend tjetër. Edhe kur e takojshin ata, u gëzojshin, dëshin ju dhon zekatin, ata dëshin, mos jeni ju udhëtar, na më dhon juve zekatin, se dhe udhëtari që metet kesh në rrugën e tij, është një kategori që apo një grup që lejohet me dhon zekatin. Edhe mërziteshin, zhgënjeshin se zgjenin njëri për me dhon zekatin. Çfarë krize kanë pas? Sepse Allahu ka dhënë bereqet për shkak të drejtësisë që e kanë manifestuar, që e kanë treguar vetë kalifi, po edhe këshilltarët e tij, edhe masa e gjëre besimtarëve musliman. Andaj, na du të me thonë, një farforme, jena me fat që kena kuna me adhon pasurin. Kemi fat që gjejmë njerëz, se dhe në kohën kur ne jetojmë, ka njerëz që vjen xhami, drejtohet tek ne dhe thotë nësë njaf asnjë lagjen tem apo ndërtesën ku banoj, asnjë të varfër. Që besa edhe na ku puna pyesin për ushqim, buk me i dhon. Dikujt, shumë vështirë me gjetë familje. Shumë vështirë, po du me i dhon misht kurbanit, nuk pe marrë njerëzit, ndoshta edhe s'po ka nevojë, ndoshta edhe s'po din me përkatit në shtëpi, ku ta diunë po i vjen era. Po çfarë po i vjen era? Nisan që ka praktikuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam si vjen era hiç po të kënaq. Po kush nuk din me servu, pastaj janë do probleme të tjera atje brenda kuzhinës. E jo te këto kafshë të imta, po tek njerëzit janë problemet. Andaj karakterizohet fundi i Ramazanit me dhënien e zakatul fitrit apo sadakatul fitrit apo me dhënien e vitrave. Po pse jo edhe me dhënien e zakatit, që është obligim vjetor për ata që kanë pasuri? Nuk kushtohet që të jepet zakati në Ramazan, asnjëherë nuk është kushtuar kështu. As tash nuk po e kushtojmë, por kur o koha më e preferuar, kur o koha më e mirë është gjatë muajit të bekuar, muajit të Ramazanit.
Dhe zakati nuk jepet me muajt diellor, janar, shkurt, mars e kështu me radhë. Po jepet me muajt hënor. Se kush e jep me muajt diellor, ja han ka 10 ditë, 11 ditë ja han çdo vit zakatit. Ju hin hak çdo vit për 11 ditë kujt? Të varfërve, nevojtarve, atyre të cilët e meritojnë ndihmën. Andaj duhet ta bëni një datë të rregullt, apo një kohë, siç është muaji i bekuar, muaji i Ramazanit, edhe ta praktikoni çdo herë në Ramazan. Pse? Sepse Allahu çdo vepër të mirë të robët të tij e shumëfishon pa llogari caktuar, pa numër të caktuar gjatë muajit të bekuar të Ramazanit. Për ata Allahu Taala në surën Al-Baqara na thret me emrin më të mirë, besimtar, sepse ka mundësi me të thirrë edhe njëri, apo ju njerëz, apo dhe runa Zot edhe me emra të tjerë që nështë as pëlqejnë. Mirë po këtu Allahu na thirr apo na thret neve, ja ejuhalladhina amanu, o ju që keni besuar, o ju besimtar, anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard. O ju besimtar, o ju që keni besuar, jepni nga më e mira e asaj që keni fituar. Nga më e mira e asaj që ju keni fituar. E që nga kjo kuptohet, mos jepni nga ajo më e keqe që është, nga ajo që ju nuk e dëshironi për veten tuaj. Dhe jepni nga ajo, thot Allahu, që ne u dham juve nga kush? Nga toka, min el ard. Se shumë të mira na i marrim nga toka, edhe gjithmonë mendojmë se janë aftësitë tona ato që na kanë bë për me përfitu prej saj. Jo, se ato që janë në tokë janë kapital. Janë kapital i palujtshëm i Allahu xhalla shanuhu. Se ti nuk e ke bë atje hekurin, ti nuk e ke bë atje arin dhe argjendin, ti nuk e ke bë atje naftën apo derivatet e naftës. Ato Allahu i ka thua, mos e ka dikush në çeshme me lshu atje ato derivatet e naftës. Jo, Allahu i ka lshue. Pastaj dikën e ka nderuar Allahu me këto të mira, dikën edhe ka sprovue. Pastaj Ibn Kathiri, kur e komenton këtë ajet Kur'anit, thot Allahu Taala urdhon besimtarët që të japin sadaka, lëmosh vullnetare, dhe i obligon besimtarët Allahu që të japin edhe atë pjesën obligative nëse arrin pasurinë, nëse arrin atë kotën që e quajmë ne atë nisabin, e që këtë vit sigurisht është e udhës me përmend, edhe pse po i dëgjoni çdo ditë ndoshta pe xhallarëve, po që këtë vit i afrohet kota, prej ku fillon njëri me dhon zakatin, i afrohet dikun 3.000, dikun 2.900 apo 3.000 euro, ma mirë me thonë. Deri në këtë pjesë të pasurisë, deri në 2.900 euro, nuk obligohesh me zakat, i kom 2.000 euro. Shumë kush po na bë pyetjen ose me mesazha, vjet i kom dhon, po tash kam met, se kur ti japsh ajo pak, normal që kështu në numër zvoglohet, po kështu në realitet shumë fishohet. A do të me dhon, as nuk e ke pas bërsh me dhon vjet me 2.000 euro, zakatin, as nuk e ke këtë vit. Zakati jepet pra prej qisaj shumës apo nisabit apo kotës që mrin dikun 2.900 apo 3.000, në varet qysh varion ajo vlera e arit në shitje në vendin ku ne jetojmë, se kjo dallon prej vendit në vend, po flas për vendin ton, këtu është dikun. Andaj me dhon ato që është obligative, dhe sigurisht se zakati është njëra nga shtyllat më të forta të islamit pas namazit. Kështu e ka rëndit Allahu. Hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam përmendën se shtyllat e islamit janë 5. Dhe e treta prej tyre, mbas shahadetit, edhe mbas namazit është zakati. Për çka Ibn Abbasi, komentatori më i mirë i Kur'anit, ka thënë 3 gjëra kush zohen me 3 të tjera. 3 gjëra kush zohen me 3 të tjera. Dhe ndërto e ka përmend se pranimi i namazit kush zohet me dhënien e zakatit për ata që kanë pasuri. Pse Allahu ka thënë wa aqimus salah wa atuz zakat, faleni namazin, jepni zakatin. Dhe ka thënë ai që fal namazin dhe i ka mundësi të me dhon zakatin, nuk e jep, këto janë të kushzume, nuk pranohen njëna pa tjetrën. Tjetra, atiu Allah wa atiu Rasul, bindjuni
Allahut dhe bindjen të dërguarit të tij Muhamedit alayhi salatu wassalam. E çfarë ndodh tek ne? Kur i thu ka thonë Allahu mirë, kur i thu ka thonë pejgamberi, po na keni lodh marr vëlla, ças po kallzoni, ças po xhoni jo. Leja që nuk ka farz. Jo, do të më bindë edhe pejgamberit alayhi salatu wassalam, sepse dashnia ndaj pejgamberit është edhe dashni ndaj Allahut. Dashnia ndaj pejgamberit është edhe dashni ndaj realitetit, sepse shumë gjana që në realitet neve s'po na pëlqejnë, ato vinë të precizuara se janë të lejuara ndaluara përmes haditheve të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Andaj nuk do të më qenë aq cinik, aq i njorues ndaj sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e thon, pse morë unë mos më moj çanin e zi në shtëpi, ku po shkon Kur'an, se ku më gjet. Jo, e më nisa ashtu edhe më fal, nuk di çu falem me se recatës na i ka dha hiç Kur'ani. I ka përmend 5 kohë të namazit, të 5 kohë që falmi ne kështu janë përmend në Kur'an. Por rekatët si ka përmend hiç. Hajde falu me Kur'an tash. Zakati përmendet, çysh e bën ti ndarjen? Cilat produkte i pet zakati? Mos po të më thonë edhe që dru xhamis çito zakatin, apo në qitë hekër, apo diçka të ngjajshme. Andaj vllazën, mos i dëgjoni këto mësimet e shejtanit, se këto janë mësimet e shejtanit me i thonë njerit, o musliman, merë rëndësia në farz, se për sunetin mos u mërzit. Vallahi mërzito, se shenja e parë e lëshimit farzeve nuk është me i lanë farzet, po me i lanë sunetet. Shenja e parë e devijimit është lania e suneteve. Lania e suneteve tregon edhe troket nder që ti mas një kohë të shkurt ki me i lanë edhe farzet. Se nuk është shejtani çaq i pameqëm e me shku drejt me i thonirit, leje xhumon. Po ja, leja që ato sunetet mas xhumoje, i ki një 4 sunete mas xhumoje që i ka praktiku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, e çka i thot mas pari? Lesh të 4, si je për gut. Pse? Se po më pret shokun kafe, po kafe që aty më rexon kur çka ish? Je për gut, çka me dal me fol në për xhamis pak, mu pa me vllazni. Po me vllazni shihesh në rrethana tjera, jo veç namazin e xhumos, ose veç të bajrameve. E kështu pra, do të me pas kujdes se bindja ndaj Allahut kushtohet me bindjen ndaj pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dhe e treta prej gjërave të kushzuara njëra me tjetrën, e nishkurli wali walidejk, ka thonë Allahu, jeni mirë njës falenderues ndaj meje dhe ndaj prindve tuaj. Kush e respekton Allahun, duhet me i respektu prind. Kush e respekton Allahun, duhet me ju bind prindve. Duhet me ju bind në kërkesat e tyre. Runa Zot, qofshin prind edhe jo besimtar. Me përjashtim nëse shtim me boxhuna, nuk bindesh, po dhe aty nuk i refuzues i rrep. Po në mënyrë indirekte i thu jo, ose i thu ma vonë, ose diçka të ngjajshme, kur të obligojnë me bën një gjë që nuk është e lejuar në Islam. E shumë të ri këtu po çalojnë, te kjo pikë e treta këtu. Respekti ndaj Allahut, apo mirënjohja, falënderimi ndaj Allahut, edhe falënderimi apo mirënjohja ndaj prindve dhe respekti ndaj prindve. S'përputhen njëra me tjetrën hiç. E valla na nuk mundemi ndryshe me qenë veç ashtu që na ka mësuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Edhe e ka kushzuar, ka thënë rida rabb bi rida alwalidain. Knatësia Allahut arrihet me knatësinë e kujt? Prindve. Wa sakhatu rabb bi sakhati alwalidain. Hidhrimi i Allahut çysh arrihet? Shumë lehtë. Hidhroj prind e ke hidhnu Allahun. Jo Allahun se hidhna, jo po pasha Zotin. Pasha Allahun çat ditë që e nis xhamia dhe i ka lënë babën e nanën me vaj, apo i ke lënë të mërzitën, apo të idhnum për diçka, punët e familjes, dije se këtu s'mundesh me kënaqë Allahun, do të më kthyej ata me i pajtue, me i përçafue, me i ledhatue, me i puth nëse është nevoja, me i gëzue, pastaj me ardh këtu tek Allahu xhaleshanuhu. Kështu është kjo shkolla jon këtu. Dhe në kemi na mundësi se një farforme na shta mirë mja u qitë e dera me thonë kush i kalon prind të hidhruar, të zemruar, let kthehet, i pajtoj, pastaj let kthehet pranë xhami. Na shta nga njëherë ka nevojë që si shenjash me i qitë. Se jo vetë shenjat e telefonit, se nuk ka ardhur aty në hadith që ti shenjat e telefonit me x aty. Po do të do shenja tjera, të atyre që nuk janë të përkatitun me u ballafaque raportet mira të buta me prindrit e tyre. Pastaj, të nderuar vëllezër, njëri nga komentatorët e Kuranit kur e komenton këtë ajet Kuranit, ka thonë jepni nga tregtia që Allahu a ka lehtësuar të fitonin te.
Kështu është qëllimi i ajetit, ka thonë. Pse? Se e ke pa shkon kin, as nuk e di kinezishten, as e di japonishten, as e din çfarë gjuhë fliten atje në lindje, asnjë si din. Që besa dhe anglishtën se din hiç. Po i merr do kurse intensive, pas po më në hiç me hin krye se këtë ju ka bu këto euro, dollar, berza, këtë sillen çato sene. Po me qit mangësit madhe që ka në përgjuhët e lindjes, ky shkon atje edhe një fshat i tërë punon për këtë, edhe i vin produkte. Ja ka lehtësu Allah. Tash u bën me kompjuter, prej shtëpie i bën porosit, veç kur të vinë dorë, sa ku do të që të vinë atje, kanë ta njëra deli merr, edhe thot shumë let diçka thot, po thot edhe i Zoti jam unë kështu, jam unë si i Zot, ta ka lehtësu Allahu xhaleshanuhu. Ta ka lehtësu me Allah. Ndërsa Ibn Abbasi ka thonë jepni nga pjesa më e mirë, nga pjesa më cilësore, më kualitative dhe më e vlefshme e pasurisë. E lusim Allahun xhaleshanuhu që të na bën prej atyre të cilët shpenzojnë atë që është e dashur tek ne dhe atë që është e dashur tek ata të cilëve ja udhërojmë, ja japim. E më kryesorja, e lusim Allahun që të na mundson me dhon atë që është e dashur tek Allahu subhanahu wa taala. Wala tayammamu al-khabitha minhu tunfiquna wa lastum bi'akhidhihi illa an tughmidu fi. E mos nxitoni të japni, Allahu thot, mos nxitoni të japni atë që është më e pavlefshme, atë që ju nuk do ta pranoni për vete, edhe sikur të ishte me sy mbyll njeriu, nuk kish me pranue. Do të thotë diçka që se pranon njeriu as kur i ka sy mshel, një gjë që nuk ka vlerë. Pra, jepni ato të mira të cilat kishim i pranuar edhe për veten tuaj. Allahu na ndihmoft, na udhëzoft, edhe na i hap zemrat tona, edhe na i pastroft njetet, qëllimet tona gjatë këtyre ditëve dhe netëve të Ramazanit, dhe na boft më human edhe më solidar se sa që kemi qenë deri tani. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Normal se pasi që mas pakti ndoshta xhallarët flasin për zakatin, apo edhe duke menduar se populli është në krizë tran ekonomike, është shumë e natyrshme që njerëzit mos me ditë nganjëherë edhe ku me dhon zakatin. Sigurisht se kjo është një temë në veti që do ta sqarojmë dhe kemi sqaruar edhe përpara, por vetëm kalimthi ju këshilloj që të ktheheni në surën At-Tauba, edhe i keni aty kategoritë apo grupet të cilat i ka përmend Allahu Teala. Asnjëherë nuk jam insistues as që do ta kushtojë dikon më ndryshe se sa që ka kushtuar Allahu Teala. Ne nuk kemi të drejtë absolutisht këto 8 kategori që i ka përmend Allahu, njërën prej tyre me anullu me thonë kjo për momentin nuk ekziston. Pra të 8 kategori që i ka përmenë Allahu Teala janë të lejuara me adhon zekatin, edhe me adhon vitrat, zekatul fitrin apo sadakatul fitrin. Allahu Teala ka bërë obligim, ka caktuar që lëmosha tona sadakat, po dhe ato që janë obligative si zekati, t'ju takojnë vetëm kujt? Të varfërve, të ngradhve, punojësve që të bojnë atë, atyre që mundohemi të apërfitojmë zemrat e tyre, për të liruar robrit. Kjo është pak problematike, kish me thonë dikush, a ka këtu tash robër? Me sa e dijunë në vendin tonë, ma të robrumit janë që ata që janë të dënuar me sa, me 35 apo 20 vite, ma tepër në kam duket. E tash, nëse kërkohet për një besimtar që kemi atje brenda, edhe ka bo një gabim, ka bo Allah ja falë, edhe kërkohet ndihma për me lirue, për shembull shtetin nëse kërkon, qysh është në disa shtetet botës kjo praktik, a lejohet me ju dhon nga zekati për me nxirr atje. Nëse ai e meriton me nxirr për atje, të kuptohet, është përmirësue, është në rrugt të Zotit e kështu me radhë, a lejohet. Se njeriu duke vozit mëret me myt njërin. A dhe në rrethana normale, mbytja e njeriu pastaj sanksionohet, ose sanksionohet nëse me qëllim me vdekje, ose me burg 3-4 vjeçar, ose kushtohet me burg derisa ta paguash gjakun e atij të dëmtuarit, t'ia paguash gjakun familjes së të dëmtuarit. Sa është me paguar gjakun? Sipas këtyne krentarëve në thojza,
e këshin bo let 12.000 e 13.000. Me të njërin edhe me qëllim. Njani po më thët, vllovi jam thët e ka myt me qëllim di kanë, do me thonë me paramendim. Edhe thët kanë myt këta kremtartë. Se që të kanë bo, tha 13.000 euro, po tani tha ndërhyni njënë veç 12.000, tha mu ka dash mi pagu. Dhe shpasha zotin, elhamdullah që s'u ka vetë kërkush, se ti si shepshtue nër 100 deve as 10 cent. Qështë ashtu, po qështu është me fe? E ka myt me qëllim edhe tash po dënë ti me ta minimizua të dënimin. Në rrethona normale me qëllim dihet qysh ndodh, po të pakten bile gjakun mi ja u pagu njerëzve. Andaj, ata të cilët, unë s'po flas për kriminalet, po ata të cilët kanë bënë ai gaf, pa hiri, pa qëllim me kërë ka myt dikën, është dënue, shteti lyp për shembull në një shumë për të me lirue nga burgu, a lejohet me adhon? Lejohet. Pastaj, grupi 5 që jipet zekati, edhe atyre që janë të zhytur në borgje, që janë shumë në minus. Shumë do të thotë janë në minus. Dhe tash për me i qita ta në plus, për me andresh pak gjendjen, për me nxirr për i krizës, sa nuk ka krizë vetëm ekonomike, po është edhe krizë psiqike, lejohet mi u ndihmu edhe atyre. Pastaj atyre që janë në rrugën e Allahut, e kush janë ata? Janë dy grupe. Tulabul ilm, kërkuesit e diturisë, talebet, edhe el ghazi fi sabilillah, ai që lufton rrugën e Allahut. Qysh ishin këta djemë tonë që luftojshin 98-99 në rrugën e Allahut për me hjek armikun nga këtu, edhe për me shlirue muslimanet nga zullumçari shumë shekullor, është lejuar në atë kohë ja dhon, është lejuar. Edhe në rrethana tjera pastaj gjykojnë hoxhallarët ku mund të ipet. Dhe grupe e funit edhe atyre që kanë mbet në rrugë dhe s'kan për kujdesi për shtetit, se dikush e ka provu, dikush se ka provu, po na kemi qenë jetim në kohën e studimeve se shtet nuk kemi pas. Edhe kur mes shumë rrugëve të Stambollit apo të lindjes, ambasada, jo kur që jo, o dash muslimat me na ndihmue, se na shtetin tonë nuk e kishëm atëherë. Edhe ata ti njërojshin ata tjertë, nështë të stepke pasaportin, nështë të lypke një shumë të madhe, ti njërojke ku ta dione, atëherë o dash me ndihmu muslimanet. Dhe këto e kanë provue ata që kanë studiue në lindja apo në prendim në kohën kër e kemi pas për shtetin zullumçar. Kështu që nuk po du me kushzu pra po e them, por për i këtyne kategorive, hiqi këto të para do me thonë të varfërit edhe në gratit, një kategori tjetër që është këto e 7 apo një grup tjetër, që i përmenë Allahu janë edhe kërkuesit e dijes. Dhe po e them me keqardhë dhe çdo herë po e përmendëm të njëjtën gjë, çdo Ramazan. Edhe po lutemi, po si duket edhe ndoshta Allah po na sprovon edhe ndoshta semi të sinqert lutjet tona. Institucioni që s'ka për kujdesje sa të mas hiqti për shtetit, është institucioni Bashkisë Islame. Edhe vitrat nuk i jipen hoxhallarëve. Unë nuk më imi pranu vitrat. Unë personalisht. Vitrat nuk i jipen për rroga, për në punë së Bashkisë Islame. Vitrat që dojna me i dedikue kanë nxënësat e medresës të fakultetit ekskluzivisht shfrytëzohen për mirëqenjen e tyre. Ekskluzivisht shfrytëzohen për mirëqenjen e tyre. Po e them sinqerisht u për veti, po holumtoj raste të varfër, ashtu që meritojnë do të thotë më jadon vite, unë nuk po gjej. Edhe që sa vite me radhë, personalisht për familjen time të vogël, 5 anëtashe, po i drejtoj gjithmonë kanë nxënësat e medreses Alaudin që janë këtu në Prishtinë, po pastaj ato në mënyrë proporcionale ndahen edhe për ata që janë Prizren, edhe ata që janë në Gjilan, po sigurisht se këto hyjnë edhe nxënësat e fakultetit të studimeve islame. E tash na nuk duhet me hinë kualitetin edhe cilësinë e tyre. Na sa investojmë qa që janë ata? Po kadri edhe kadri, sa na investojmë qa që kemi edhe kadrin. Që shtët populli harë një përthes. Qa shto jemi? Do të tëtë shumë në regull është për momentin. Në tarmen, lënë shumë për të dëshiruar për mu bo ma mirë edhe shpresoj dhe besoj se do të bëhat ma mirë. E valla shtohet pyetja, po ne kam lagje, kusherite, akrabate, buks kanë me hangër. O, me një herë shko, po jo veç me vitra, po epi zeqate, epi sadake, mos i le me dekmën e familjarët. Valla jo, në familje tem s'kom s'po dyja, s'kom e dhonë në sende, edhe i lenë të në bajram, falet bajrami, ho që veni unë s'diva dhe s'vendosa. Jo, ato ipen para bajramit. Ipen para bajramit, sa ma afer bajramit, aq ma mirë. Andaj, edhe Bashkia Islame e ka bëhat ndarjen tradicionale, në grupe. Dikush që është në gjendje tron ekonomike, jep 2 euro,
dikush që pak më mirë edhe ai në gjendje të rëndë 3 euro, dikush që është mesatar 5 euro, që një pjesë e madhe janë edhe në gjendje të mirë i japin nga 10 euro. Nga 10 euro për person. Të paktën kjo është obligative, nuk është që ne kemi obliguar ose ju e keni pranuar se keni pranuar. Kjo është obligative me i dhon vitrat. A kjo shuma që e ka nda institucioni i Bashkisë Islame, nuk e ka nda Allahu në Kur'an, por ata e kanë po kështu që m'ja vlerësue kategorive të ndryshme që janë me standarde të ndryshme. Andaj e lutim Allahun xhallashanuhu që këto ndihma edhe ndihma tjera që japim të na i pranën, edhe të japim prej pasunisë halal, prej asaj që është më e mira. Inna Allahe tayyibun wa la yaqbalu illa tayyiba. Allahu është i mirë dhe nuk pranon tjetër vetëm se ato që është e mirë. Inna ma yataqabbalu min al-muttaqin. Allahu pranon vetëm prej të devotshmëve. Nuk pranon prej atyne që e dhon sa për sy e faqe runa Zot. Allahu na ndihmoft, Allahu na udhëzoft dhe na bashkoft. Dhe siç e dini, sot është xhumoja e fundit në Ramazan. Inshallah taala në xhumon e ardhshme takohemi në Bajram. Është një fest pak më interesante sepse bashkohet festa javore xhumoja edhe festa vjetore Bajrami, do të kanë qëlluar në të njëjtën ditë. Edhe nuk është diçka e çuditshme se po dikush çush ka mundësi me qëlluar. Po çashtu, hana ka lëviz asisoj, edhe u nalç aty, ose pritet më u nalç aty se ende s'është nal, edhe na tash e festojmë, çka ka të keqe? A mos pjedo këtë rënd, si dënë edhe letojna se falim xhumon hiç. Po se ka kështu që kanë thonë për ulemave, kur qëllojnë të dyjat e falën veç njëndën. Inshallah do Zoti na ashta mos pe falën Bajramin në sheshe, po s'ka diçka ala konkrete. Po na ashta do Zoti këtë veta viteve tashme me dal krejt i madh i vogël në përsheshe, edhe miftia i nderuar me na muajt aty në ligjërat, edhe neve me na liruar se të Ramazanin ju kemi lodh me ligjërat tash edhe në ditë Bajramit, ani kanë herë edhe kur po nxehemi se xhamat shumë edhe po i kritikojmë, a ditë është ditë festive, kështu që me na nxjerr neve për krizës, nëse kom drejt me çujt, edhe juve, se ju veç po rrini edhe na veç po xhujna, atëherë është mirë me dal shesh, aty zakonisht shkojnë do mesazhe pak, më diplomatike pak. Shkojnë të thotë do këshilla më të buta. Edhe do fjalë pak të njohura që janë, edhe më lehti përballojnë xhamati. Allahu na ndihmoft, na udhëzoft edhe na forcoft. Edhe të gjitha punët e mira, veprat të gjitha që i kemi bërë gjatë Ramazanit, Allah na i pranoft. E pasi që jena në përmbyllje, e lutim Allahun që të arrim edhe natën e Kadrit, edhe begatit e saj me i shiju, Allahu na mundsoft. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة يرحمكم الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله.